Dhe sot e kësaj dite Perëndimi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e paguajnë 20-30% më pak femnën në rrugë, veç pse është femën edhe pse e punon të njëjtën punë. Kjo është barazia gjinore sipas tyne. Mëse vinë më na kallëzu masalla për 8 mars. Edhe për na kallëzu drejtat e femnës. Dhe sa Islami na i ruajti familjen, nuk lejoj dikush me bë zina, me lind fëmija e me të barë për shoqërinë, e mase le ta ruajë sociale, le ta ruajë shteti, le ta ruajë gruaja, ai maçorri me ik që tërka, maca, sikur macat e ke pa, maca vjen ti pjan shpinja 6-7 maca të vogla, nëse dim kush është maçorri. Lypja babën, ku i gajte më rekjove, kjo e ku që ka dalë kjo i vogli i zi, me dite maçorri që ka pas sy, që shtonën e po den me na e bo shoqënin. Në për kamiona, shlepera, nër toke, përmi toke, hotela, sene me na pru, fëmijët maçorrave na mos me dit kush o baba. A i fëmi mos me dit kush o baba i vetë që çfarë zullumi jën ka i bëjnë. Perëndimi këtë ka, bashkjetes në emër të martesës. Bashkjeto për mos u marto. Mos u marto. Bashkjetoni thënë. Desa nesër ai nuk njeh hall, nuk njeh teze, nuk njeh daj, nuk njeh kusherin, kërkon se ka. Dhe ai boti ftoft ndaj gjithëve. Islami këtë jam se njerëzve runi prindë e juaj. Respektoni prindë e juaj. Respektoni akrabat e juaj. Vizitoni akrabat, është Islami që na ka nxit këtë punë.